Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Vllazit të nderuar, kam vendosur të flas rreth kishës sërbe apo edhe akademisë së shkencave apo arteve sërbe. Këto dy struktura janë të bashkëdyzuara që t'i luftojnë muslimanët apo më konkretisht shqiptarët edhe bosnjakët në ish Jugosllavi. Gjenocidi kundër shqiptarëve i ndërmarrë në vazhdimsi nga struktura shtetërore të Serbisë përpos programeve politike, elitave intelektuale, frymëzim e kanë pas edhe kishën ortodokse sërbe. Bile unë nxita nga një video e një sërbi cili kishte ardhur nga Serbia dhe kishte shkuar tek patriarkana e Pejës, ku aty qëndrojnë disa sërbe apo disa të ashtu quajtura motra të nderit, dhe në bisede sipër me të, ky tha ma dha një mësim jetësor, ajo motra e nderit. Tha, qëfar ma dha? Qëfar më tha? Tha, të gjithë po vinë këtu, tha, në kishën, në patriarkan, mirë, po asë njëri nuk po mund të më ndihmaj. Por djeni një gjëju, tha, shikoni se qëfar mendojnë sërbët dhe qëfar edukimi u a bëjnë fëmijëve të tyre në përshkolla. Subhanallah, në përshkolla, fëmijët sërbët i mësojnë që ky vend është vend i sërbëve. Ky vend është djepi, si që thojnë ata Kolevka, djepi i Serbisë. Çfarë i tha? I tha, unë qëndroj këtu, dhe unë do të qëndroj këtu, dhe ne do të qëndrojmë këtu, brenda kësaj patriarkanës, 100, 200, 300 vjetë, por ne prap do të kthehemi këtu. Ata e kanë në ëndër që neve të na pushtojnë. E gjenë momentin e duhur që neve të na pushtojnë. Dhe për me i fuqizu këtë politik asimiluese ndaj popullit ton, e shfrytëzojnë kishën ortodokse sërbe. Sepse populli ka nevojë për një nxitje fetare. Dhe çfarë i nxisin popullin që të luftojnë në emër të Zotit, për ta rikthyer, për t'i rikthyer në thojza ato territore të tyre, kinse të tyre. Realisht, slavët janë të ardhur në këto toka. Andaj duhet me pas kujdes na si musliman që të lëm gjurmë këto troje. Pse ata mundohen tërkohën vllazni, me ndërtu kisha? Pse është munduar Slobodan Miloševići me ndërtu një kishë të dhënshme, ortodokse, midis kampusit Prishtinës, Universitetit Prishtinës? Cilo është qëllimi? Qëllimi është që pas qindra viteve qëndrojnë gjurmët e asaj kishe. Dhe çfarë thonë? Thonë se këtu kanë qëndruar sërbët. Andaj vllazni, siç ata ndërtojnë kisha ortodokse për t'ju thënë pasardhësve të tyre dhe historisë, ne duhet bëjmë xhamia. Çonë disa anti-islamist sulmojnë xhamin e Ibrit pse do të ndërtohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë. U ndërtua xhamia e Ibrit. U rindërtua xhamia e Ibrit. Pas 300 viteve, kur historia flet rreth asaj xhamie, çfarë do të thotë? Kjo xhami kur është rindërtuar? Është rindërtuar në këtë vit. Mirë. Në atë vit, çfarë thot historia? Shqiptarët me fe, çfarë kanë qenë? Kanë qenë musliman. Atëherë kjo është e dobishme për popullin tonë. A nuk i kuptoni këto marina edhe këto turpsina që i bëjnë disa anti-islamist? Ndërsa në anën e kundërt, sërbët mundohen në çdo vend të bëjnë shtet mbi shtet me ato kishat e tyre, që i shfrytëzojnë edhe për armatim fatkeqësisht, për t'i mshefur, sepse kanë eksterritorialitet. Çfarë bën në Banjska? Në Banj. Pikërisht nga kisha u sulmuan forcat tona të rendit. Pikërisht nga aty. Falë Allahut subhanahu wa taala që nuk ndodhi një sulm ndaj kishës dhe pastaj të thonë që terroristat islamik e sulmuan kishën. E sulmuan kishën ortodokse, e sulmuan kryqin, e sulmuan fenë krishtere, dhe të marrin poena apo pik tek të tjerët, tek shtetet e ndryshme. Po si erdhi deri tek pranimi i ortodoksisë të sërbët? Kjo ndodhi gjatë sundimit të Stefan Nemanjës.
Thot familja e të cilët ishte katolike. Ata ishin katolik. E që gjithashtu edhe ai ishte pagzuar sipas traditës katolike. Mirë, po, për shkak të politikës aktuale të asaj kohe, kur sundonte perandoria bizantine, e ndrun dhe u konvertuan me ortodoksizëm. Që nëse shikohet, kanë vetëm 2 sekte, themi, nga krishterizmi, që për bazë kanë Biblen, e kanë Jezusin biblik, e kanë kryqin, për shkak disa liturgjive të ndryshme, disa gjërave të ndryshme kanë dasi. Dhe sot po i shohim, mirë po, mos harroni, kur vije sulmi ndaj Islamit, ata bëhen bashk sepse një kryq i bashkon. Dhe armiku i përbashkët i tyre kush është? Është Islami. E bukur. Nëse është Islami, atëri bie që ata janë kundër 93% të muslimanëve të Kosovës. Dhe në këtë 93%, kush janë këta 93%? Janë shqiptarët. Apo e kuptoni? Apo e kuptoni se çfarë loje janë duke luajtur organizatat anti-islamike? Ata shumë më lehtë mund të bashkohen, si që tha njëri prej tyre, vëllezërit e mi krishter. Është normalin e dim këtë. Duhet pasur kujdes muslimanët nga kjo narrativ që përbëhet nga anti-islamikët. Thot të njëjtën gjë më vonë e konfirmon edhe djali tjetër i Nemanjës, Stefan Prvovençani. Ai thot se jati i tij lindi në Ribnica, në afërsitë Podgoricës së sotme, qytet në provincën Dukla. Thot se nga që në atë vend kishte heretik latin, shiko heretik thot, sipas vullnetit të Zotit ai ishte i denjtë të merrte pagëzimin latin në faltorin e këtij vendi. Domethënë herë me katolik e herë me ortodoks. Pastaj thot, sa i përket familja i përkes të trungut katolik, dëshmohet se fakti se biri i tij, Vukani, sunduesi i pjesës bregdetare, mbeti i lidhur me fenë katolike deri në vdekje. I shohim disa gra, disa vajza të reja, të cilët janë katolike të Shqipërisë, vinë këtu dhe martohen me Serb. Dhe kemi dëgjuar ne deklaratat e tyre. Çfarë thonë? Sa feja është e njëjtë. Feja është e njëjtë, sepse kemi kryqin, kemi Jezusin, kemi kishën. Është shumë më lehtë një katolik të bëhet ortodoks se sa të bëhet musliman, sepse në bazë ka dallime fetare, qoftë në libër, qoftë në pejgamber, qoftë në tevhidin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, arsyet e konvertimit të Nemanjës në fenë ortodokse, Prvovençani i shpjegon. Kur u kthye babai i tij në vendin e Fronit në Rashk në vitin 1158, thot gjykoj që të marr pagëzimin e dytë, mund në mes të tokës serbe. Thot duke relativizuar pagëzimin e parë me frazën ka thith qumshtin e 2 gjinjeve të njëjtit nom. Historianët së këtë konvertim e shpjegojnë kështu. Thot shumë shpejt u bind se ortodoksia më shumë i konvenon shpirtit të popullit sërb. Dhe sërbët e kanë një bindje që e kanë mishëruar në nacionalitetin e tyre. Nëse je sërb, domosdoshmërisht duhet jetë ortodoks. E kam parë një dai, një thirrës sërb, i cili e ka pranuar islamin dhe rrugëve të Beogradit, duke ju thonë sërbëve, thot, a ka mundësi që një sërb të jetë musliman? Të gjithë, pa më dyshje, i thonë këti thirrësi musliman, pasi që është konvertuar, i thonë që nuk ka mundësi. Jo, tha. Thot, ja sa musliman. Unë thot jo musliman. Atëherë, mosda, ka mundësi. Thot, ka mundësi, ndoshta, tjetë po, thot, ka mundësi, sepse unë jam, thot, musliman. Dhe më thonë, është mbjell edukimi që ky popull është i zgjedhur. Populli sërb është i zgjedhur prej Zotit. Serbia qiellore, i thonë. Të njëjtën gjë kanë bërë me Llazarin. Edhe humbjen e tij kanë shpik legjenda të ndryshme rapsodike, vetëm për t'ja mbjell fëmijëve të tyre legjendat rreth Llazarit apo rreth betejës së Kosovës, ku ishte pris Llazari. Që ky Llazar apo spomeniki, po i them, përmendorja e Llazarit gjendet në veriun e vendit ton, në veriun e Mitrovicës, të cilën e kanë bërë me dorë në drejtim të Gazimestanit, ku çdo herë vinë dhe e festojnë çfarë?
e festojnë humbjen. Dhe subhanallah, sërbët janë një popull që dhe humbjen e trajtojnë në mënyrë triumfuese. E kanë një mit që quhet Serbia qiellore. Shiko se çfarë thonë. Si Serbia qiellore është një sajes mitike me qëllim të krijimit të kujtesës së rrejshme historike, e krijuar nga legjendat, nga rrënja kontroverse e Lazarit në betejën e Kosovës me 28 qershor 1389. Duhet disi mja mësu fëmijëve ata, apo pasarsve të tyre, për humbjen në një formë tjetër. Peshkopi Velimirović, bërjen historik tyre legjendave, kështu e shpjegon. Shiko se çfarë thotë. Disa shërptor u kthyen nga lufta, me kuajt që nuk i shalonin zortrinjet e tyre. Thot, ata shërptor duke përshpëritur e bartën rrëfimin për dy gjëra, të cilët i kishin parë për rënjen dhe trimërinë e padëgjuar sërbe. Këto përshpërima u bën baza mbi të cilën u ngrit miti për sërbët, për Kosovën, dhe kjo ngjarje u bë festë nacionale pasi sërbët pushtojnë Kosovën me 1913. Thot, kjo sajesë e mitizuar ka shërbyer për të krijuar kujtesën e rreme historike mbi përshpërima. Edhe thot, ndërsa Marko Kraljević, një figurë e njohur historike, thot, i cili në betejën e Kosovës me 1389 luftonte në anën e Osmanëve kundër Lazarit, kurse në këngët rapsodike, shiko, këndohet si hero popullor edhe pse ai vdes si pjesëtar i ushtrisë osmane. Shikoni se sërbët historinë apo çdo gjë që kanë ndërtuar në politikat e tyre e kanë mbi gënjeshtër. Dhe një autor i rëndësishëm, i hershëm thot, nëse gënjeshta, nëse don të vërtetën ta besosh si të realt, si të vërtet, atëherë mundoju tërkohën ta përsëritësh atë gënjeshtër, derisa njerëzit t'i besojnë kësaj gënjeshtre. Thot, akademiku thot, Nenadović, me 1844 në poezin që ja kushton Markos e transformon atë nga general Osman në luftëtar anti-Osman. Nga tradhtor në hero. Çka i thot? Turqit tigrat të vërtet, në mejdani thëret dhe kokat u apret. Subhanallah. Janë gjende çdo sel me vllazni. Si ilustrohet figura Marko Kraljevićit duke u konvertuar përmes rapsodive? Megjithatë, vazaliteti është vazalitet, në shtrimi po, i plot i pushtetit madhor sultan kështu Marko shpëtoi. Shikoni sipas rapsodive, Lazari kontaktin me Zotin e vendos para betejës. Ati i vjen nga Jerusalemi, sipas tyre, një lajmëtar në formën e një skifteri gri, i cili transformohet në shën Ilijen, i cili me veti kishte sjell një letër shënmërisë. Thot që përmbante një komt dhe njëkohësisht si harriqin për Lazarin, pasi që kishte humbur, apo? Perandor Lazar, fis i pastër, cilën mbretëri e dëshironi? Shikoni fjalën. Cilën mbretëri e dëshironi? A e dëshironi atë qiellore apo atë toksore? Subhanallah. Këtu është ajo kleçka, ajo poenta. Thot, sipas rapsodis, Lazari përcaktohet për mbretërinë qiellore. Toksoria është për pak kohë, qielloria është e përhershme dhe e përjetshme. Për ta mbjellur një narrativ tek populli sërb që Lazari ka pasur kontakt me Zotin dhe çfarë këtë humbje që e ka bërë është që Lazari prej Zotit pas ka kërku mbretërinë qiellore dhe jo mbretërinë toksore. Shikoni çfarë mençurie në thojza po themi, apo çfarë gënjeshtri ndaj popullit vet i bëjnë të tillët, i mashtrojnë me të një farë, dhe me thonë, shpifje që bëjnë kundrejt të tjerëve. Duke pranuar si të qenë këtë ngjarje, Vladan Đorđević pohon se për ta sërbët feja është më çmueshme se jeta, sikurse ka treguar edhe vet mbreti i fundit sërb, duke pranuar luftën e dëshpëruar në Kosovë, kur ju duk më e ëmbël mbretëria qiellore se sa toksore. Sepse ju e dini, keni pa videot. Priftrinjet, popat e tyre i kanë bekuar me atë ujin e tyre, të bekuar në thojza për t'i vrarë muslimanët. Në realitet, kur analizohet mënyra se si përfundon Lazari, nuk përkon me përcaktimin e tij paraprak,
sipas kësaj rapsodie apo të Xhorxheviçit duke pranuar luftën e dëshmuar për mbretërinë qiellore deri në takimin e radhës. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.